Thot Shekh Rabia rahimahullah në vazhdim se njeriu në raste të tilla kur i vijnë këto mendime dhe këto vezvese, duhet domethënë me luftu dhe me i rezistu shejtanit. Me luftu dhe domethënë me i rezistu. Dhe arma që shkatron shejtanin për ata që kanë kuptim, thot Shekh Rabia, për ata që kuptojnë dhe që logjikojnë, është domethënë kthehemi tek ajo që na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që më thënë amantu billahi wa rusuli, besoj në Allahun subhanahu wa taala dhe të dërguarve të tij, dhe po ashtu më thënë e ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam të vërtetën, se ky është imani i vërtet, ky është imani i pastër. Kjo e shkatron shejtanin. Ky lloj ilaçi profetik kundër këtyre vezveseve, që më thon njeriu amantu billah wa rusuli, dhe më thonë se ky është imani i prerë dhe i saktë dhe i drejtë. Dhe me kërku mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala nga shejtani i mallkuar, sepse thot Shekh Rabia rahimahullah, ka disa prej njerëzve që kanë ignorancë, ata që nuk e marrin këtë këshill dhe këtë udhëzim profetik, dhe vazhdojnë në ato mendime dhe në ato vezvese, derisa shkon çështja në çmenduri. Derisa kalon domethënë situatat e ai personi, që ai të çmendet domethënë. Që ai të çmendet dhe të ik mendja. E nëse ose sikur ta kishin ditë këtë ilaç, këtë shërim profetik, shumë prej tyre domethënë do të kishin shpëtuar dhe nuk do ishin bërë domethënë viktim e këtyre vezveseve. Se shumë njerëz domethënë bin viktim të vezveseve që i kanë dhe përfundojnë domethënë bile edhe thot Shekh Rabia rahimahullah në pabesim, në kufër. Prandaj luftimi i shejtanit bëhet domethënë në këtë mënyrë. Si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe shikoni këtu barakallahu fikum, mënyra ose metoda e shejtanit, duke domethënë bërë përpjekje me deviju birin e Ademit, në fillim bën pyetje domethënë të sakta. Kush e krijoi qiellin, kush e krijoi tokën, kush e krijoi hënën, kush e krijoi diellin? Kret Allah. Se po të kishte ardhur nga fillimi me ato domethënë dyshimet e tij dhe kotësitë e veta dhe devimet e tij, dosha njeriu nuk ja pranon. Edhe kështu janë ehlul batil. Kështu janë edhe njerëzit e devimit. Njerëzit e devimit, po ta kishin shfaqur devimin e tyre që nga fillimi, njeriu do largoheshte prej tyre. Po ata në fillim vinë dhe thonë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë Abu Bekri radiallahu anhu, ka thënë Omeri radiallahu anhu, ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ka thënë Shekh Rabia rahimahullah, ka thënë Imam Ibn Baz rahimahullah, ka thënë Imam Fauzani hafidhahullah, e kështu me radhë, edhe në fund domethënë na e shfaqin devimin dhe helmin. Sepse kjo është rrugë djallëzore, që gradualisht domethënë tenton shejtani me deviju robin. Edhe përmend këtu Imam Uthemini rahimahullah një transmetim shumë të bukur nga Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, se i erdhën qifutët disa muslimanëve, u shkuan domethënë muslimanëve disa qifut dhe u thanë, ne nuk kemi asnjë lloj vezvese në namazet tona, në lutjet tona, s'kemi vezvese. Demek se kjo si mburje domethënë, ata krenoheshin, ne domethënë jemi në rahat. Kurse ju u ndodhin domethënë vezvese e kështu me radhë. Atëherë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu tha, po, të vërtetën e kanë thënë. Sepse çka të bëjë shejtani me një zemër të prishur? Do thonë, ai nuk kërkon diçka te një zemër e prishur e shkatruar. Atë ka lënë ai ka braktis. Ai mundon domethënë me e prish dhe me shkatruar zemrën të gjallë dhe të shëndosh. Aty ai tenton me fut vezvese, me fut dyshime e kështu me radhë. Kurse atë që ka shkatruar e ka lënë. Atë që ka shkatruar domethënë e ka braktisur.